Ajo që nisi si një lidhje romantike me shpresën për të jetuar bashkë gjithë jetën e për të dashur njëri tjetrin në të mirë në të keq, përfundoi në një tragjedi. Ardita Gashi, 31 vjeçare nga fshati Majaci Podujevës, prej disa kohësh, ishte në lidhje me 45 vjeçarin Ilyas Ibrahimi. Çifti ishte lidhur prej kohësh dhe tashmë Ardita po priste që marrëdhënia e tyre të kalonte në një tjetër stat e gjërat të bëheshin më serioze dhe familjare. Asgjë nuk ishte planifikuar nga ajo që ndodhi, përkundrazi, 31 vjeçaria e ka ftuar të dashurin e saj në shtëpi. Burime pranë familjes bën me dije se sherri filloi pas një mesazhi të mbërritur në telefonin e 45 vjeçarit. Në debat e sipër, ai ka tentuar të largohet për të shmangur debatin dhe është futur në makinë për të ikur, por 31 vjeçaria e ka ndjekur nga pas dhe të shtënat kanë tronditur të gjithë fshatin. Ka qenë Nusa Xhaxhai të Arditës, ajo që ka shkuar për të parë se çfarë ka ndodhur, por edhe ajo ka pësuar fatin e 45 vjeçarit. E rënduar nga ana psikologjike, Ardita i dha fund edhe jetës së saj. Pas deklaratave se çdo gjë ka filluar nga një mesazh telefoni, policia ka sekuestruar telefonin e 31 vjeçares dhe të dashurit të saj për të kuptuar më shumë arsye që e çuan për të marrë vendimin fatal. Ardita nuk e mendonte dot jetën e saj pa Ilyasin, prandaj vendosi që fati i tyre të ishte dramatik. Nuk ka fjalë për të ngushëlluar familjet e të rinjve, që e vulosën fundin e jetës së tyre pa e filluar ende. I shprehim ngushëllimet tona të gjithë familjarëve që humbën të afërmit e tyre në këtë tragjedi.